që nuk e thot. Len me nën kuptime, edhe njerëz ma ne kur i thu ti thot s'të kom thonë në që e bëj. Kur nëse ju ma lisoni diçka që ka thonë në e bëj, e që e ka bo, unë jam gjallë të, jo dhe tash, kur ka qenë në opozit. A mos gjithë freshma janë kërkuar edhe LDK, çka do që vlitet për LDK veç nuk ndodh. Jo, ka thonë zot Jazi, ka unë shkoj në dialog me Vučićin pa i gjetë. Për LDK jemi duke Po folur. të legu, po tha, Jazi i tha diçka tjetër. Po jemi të Ka thonë interesuar që se ka shkoj dhe ka shku. Ka unë shkoj tani shkon, apo? Ajo është e kundër të shka. Por ne jemi duke fol për LDK për përparim Ramën. Zotë Kurti thash e bon që të që thot. Po. Se bon të kundër të në asaj, gjithmonë nuk e bon që të që e thot. A ka ambicje zoti Rama? Qash najna parti i përcellën edhe para zgjedhjeve edhe mas zgjedhjeve folet, gjithmonë, ma shumë se që në vërtet Ska diçka konkrete? Po me pas kish ndodh. Pse latë vetë zotin Rama ju në këtë fushatën liquse? Më lejoni edhe këtë rast të tregoj solidaritetin tem, shtetin tem, për përparim Ramën si kryetari i kryeqytetit. A i ka met vetën në publik? Jo so vetëm, ma me mu sonda, për shef, ka qenë edhe para 4-5 natëve. A ki vonum për zotë Jazi? Jo, po para një java, e më koni vonum. Qatë natë që është sulmu nga podrumet politike, unë e më dole, kom projtë, më konë në studio televizive. E tash unë e me morë të panë medalna për Prishtina. Jo. Po tash kush do të me mbrojtë ma shumë se në kryetari i LDK-s. Unë e di që do të me dalë krejt me mbrojtë, po na nuk po do na mi përgarë, s'po do na me morë pjesë në garën e pështymës. Apo do me protesta, zotë Jazi? Përparim Rama është të sulmu të denigru, sepse është emri i radhës i cili u zgjedh mu denigru. Po aj mu nalë nuk e ka ndërmend. Cukur që nuk e nalë Vjosa Osmani kër u sulmu, denigru, me fëmije, me grue, me familje, me krejt njerës, edhe Lumir Abdigjiku. S'ka lënë sem pa e shapa i thonë që gjithë kohës, edhe me mu, edhe me gazin ma heret, ka të muhagjerin, ka vazhdu. Po kjo është e papranueshme, o nuk merë pjesë LDK-ja në garën e pështymës, që t'nja piken, që kanë thonë ata. A merë pjesë LDK-ja në protesta, zotë Jazi? Protestën që ka paralajmëruar zoti Hoxha. LDK-ja kur dalë në protesta, veç garanton të kush është i mrena. Qëre na dalmin e të në protest, ti e njef LDK-në që është funksionon. Ti e LDK-ja kur qotë në rezistencë, që ka bon. Na jemi të i thonë alarm politik, jemi të i thonë, na jena të bashkëpunu në proces, momentin që LDK vendos me shkaktu proces, ma ne na këna me shkaktu procesin, na këna me shkaktu një ditë proces, gjdo proces që ka shkaktu LDK ka fitu, na këna fitu procesin. Okej, mos menoni që na sidhme qështu, botë e mire e letë edhe e kthejmë shpinën me këty magarin kushtonë sa baj, jo. Na jena të ofru me bashkëpunu, me bon sens, me vullnet mirë. A punën ma të modhe, na kena me kry. Na për të kalëgjojmë, jemi të gatshëm për këtë fazë me bashkëpunu në proces. Në moment... Në cilin proces, e në dy procese. Që të procesin e zbatimi zgjedhjeve. Për agendë Republikës. Në dy procese. Momentin që na vendosme një ditë, me shkaktu proces këtë Republikë, na nuk përjashtojmë mundësi që shkaktimi proceset i përdur